Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që pinë kafe turke duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Kafja turke për shumë kohë është shtëpia e preferuar në mëngjes dhe faktikisht kjo ka shumë efekte të mira pozitive. Ne këtu do t'ju sillim disa prej përfitimeve shëndetësore që ju do t'i keni në rast se do të konsumoni kafe turke. Megjithëse kafja mund të bëhet pak më e shijshme nëse i shtoni qumësht apo sheqer, faktikisht të gjitha këto shtesa përmbajnë kalori, por në qoftë se ju pini kafe të zezë të pastër, ajo do t'i përmbajë vetëm 5 kalori dhe 0 gram sheqer. Raportohet se përshpejton metabolizmin. Kafeina është një përbërës që në mënyrë natyrale e djeg yndyrën, megjithatë, duke shtuar qumësht apo sheqer, efekti i saj do të minimizohet. Hulumtimet tregojnë se kafja e zezë mund t'ju shpejtojë metabolizmin deri në 11%. Kafja është diuretik që e pastron trupin nga toksinat të dëmshme. Nëse e vëreni se pasi të konsumoni kafe ndjeni nevojën për të shkuar më shpesh në tualet, atëherë duhet ta keni parasysh se kjo është krejt normale. Hulumtimet shkencore kanë treguar se përbërësit të cilët gjenden pikërisht tek kafja mund të ndihmojnë në kontrollin e rritjes së qelizave dhe të reduktojnë në zhvillimin e qelizave të këqija. Kjo në veçanti është e vërtet për sëmundjet e mëlçisë. Nga ana tjetër, kafja ka mjaft vlera shëndetësore për shëndetin tuaj, duke filluar që nga kafja rrit performancën fizike. Konsumoni një filxhan kafe një orë para stërvitjes dhe performanca juaj mund të përmirësohet me 11 deri në 12%. Kafeina rrit nivelin e adrenalinës në gjak. Kafja ndihmon të humbisni peshë. Kafja përmban magnez dhe kalium i cili e ndihmon organizmin që të përdorë insulinën, duke rregulluar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke zvogëluar dëshirën për të konsumuar sheqerna. Kafja gjithashtu ndihmon në përqendrimin dhe të qëndroni vigjilent. Konsumimi i moderuar i kafes, 1 deri në 3 filxhan në ditë, ju ndihmon të përqendroheni dhe të jeni më vigjilent. Kafja ul rrezikun e humbjes së jetës. Studimet kanë treguar se ata të cilët konsumojnë kafe rrezikohen 25% më pak për vdekje në mënyrë të parakohshme. Kafja zvogëlon në rrezikun e sëmundjeve të këqija. Kafja zvogëlon në rrezikun e sëmundjes së Parkinsonit. Studimet kanë treguar që pirja e rregullt e kafes zvogëlon në rrezikun e sëmundjes së Parkinsonit me 25%. Gjithashtu, kafeja e mbron organizmin. Kafeja përmban shumë antioksidantë të cilët mbrojnë kundër radikaleve të lira. Kafeja ul rrezikun nga diabeti tipit 2. Kafeina zvogëlon ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe dëmton tolerancën e glukozës, prandaj zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Cilat janë përfitimet shëndetësore të kafes turke? Kafeja turke nuk është vetëm e shijshme, por ka edhe përfitime shëndetësore. Disa nga këto përfitime përfshin: rrit energjinë. Kafja turke përmban kafeinë e cila mund t'ju ndihmojë të ndiheni më vigjilent dhe të zgjuar. Antioksidant. Kafja turke është e pasur me antioksidantë të cilët mund të ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve dhe për të mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm. Ul rrezikun e Alzheimerit. Studimet kanë treguar se pirja e kafes turke gjithashtu mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të Alzheimerit. Gjithashtu, kafja turke ka mjaft vlera shëndetësore për shëndetin tuaj dhe ajo duhet të përgatitet në mënyrën më të mirë të mundshme që ju ta shijoni shijen e saj, por edhe të merrni këto përfitime të jashtëzakonshme. Kafja turke është e famshme në të gjithë botën
jo vetëm në Turqi apo në vendin ton, por sigurisht në botë besohet se dashuria kalon nga stomaku dhe në perandorin otomane në Turqinë e ditëve të sotme, dashuria kalon fillimisht në filxhanin e kafes. Kafja turke është e famshme jo vetëm për shijen dhe stilin e veçantë të përgatitjes, por edhe për aftësinë e saj për të treguar të ardhmen për ata të cilët besojnë në rrëfenjat e saj. Në kohën e sultanëve, hire dhe aftësia e bërjes së kafes ishin çelësi i suksesit për një humor sa më të mirë. Nga ana tjetër, në ditët e sotme një nuse e re arrin që të befasoj bashkëshortin edhe fal cilësive në përgatitjen e një filxhani kafeje me kajmak. Mjeshtëria në përgatitjen e kafes turke. Përgatitja e një filxhani kafeje nuk është diçka që duhet bërë shkeleshko. Përpara përgatitjes një anvis duhet të ketë pajisjet e duhura, kafen pluhur, xhezven, filxhanin, lugën e drurit, sheqerin dhe ujin. Bluarja e kafes. Kafeja e bluar e freskët është çelësi i suksesit të një filxhani të shijshëm. Zakonisht anvisat mbajnë në shtëpinë e tyre mulli kafeje të përmasave të vogla për të prodhuar kafen pluhur njësoj si kakaoja. Sasi të mëdha duhen ruajtur në një çelçi të mbyllur hermetikisht. Servirja. Servirja është një aspekt i rëndësishëm i shijimit të kafes turke. Ajo serviret në filxhan më të vegjël se ajo e kafes espresso. Çdo anvis e di se sa lezeton kafeja turke e servirur në filxhan të bukur dhe të hijshëm. Xhezveja. Xhezveja duhet të jetë prej bakri ose inoksi. Ajo rekomandohet e vogël me të cilën mund të përgatisni një ose maksimumi 2 filxhan kafeje. Sheqeri. Ekspertët thonë se sheqeri duhet hedhur në fillim të përgatitjes së kafes. Kjo është arsyeja përse pyetja e parë që bëhet në porosinë e kafes është sa e ëmbël duhet të jetë ajo. Anvisat shqiptare e pinë kafen të mesme, që do të thotë me një sasi mesatare sheqeri. Kjo sasi përkthehet në 1 ose 2 kubik sheqeri ose një lugë gjysmë çaj me sheqer. Uji. Filxhani ku do të serviret kafeja përdoret si njësi matëse për ujin. Nëse do të përgatisni 2 filxhan kafe, atëherë në xhezve duhet të hidhni 2 filxhan me ujë. Përgatitja. 1 filxhan ujë kërkon një lugë druri kafeje me pluhurin e sapo bluar. Ekspertët rekomandojnë lugën e drurit sepse ajo metalike ndikon tek shija e kafes. Kafja nuk duhet përzier kur hidhet në xhezve. Ajo duhet lënë të tretet vetë në ujë. Më pas shtohet sheqeri në varësi të ëmbëlsisë që dëshironi. Kafeja duhet zirë në një temperaturë të ulët dhe për këtë kërkon kohë dhe durim. Kafesi duhet shndruar mbi kokë, por nuk duhet përzier. Me kalimin e sekondave, sheqeri dhe kafja do të shkrihen me njëri tjetrin dhe do të formojnë pijen e shumë dëshiruar. Kur kafja nis të formohet, mund t'i jepni një përzierje të lehtë me lugë druri, por pa shpërqendruar bulsat. Shtresën e parë të kafes të valuar mund ta hidhni menjëherë në filxhan dhe më pas xhezven ta ktheni sërish në zjarr. Me valën e 2 dhe të 3 kafeja do të ketë një shije fantastike dhe servirja do të jetë e denjë si për një sultanesh. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.